Me rastin e epopejës së UÇK-s, kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prizrenit Simir Krasniqi me zyrtar institucional të komunës së Prizrenit, udhëheqës të shoqatave të dalë nga lufta, kryesi e lëvizjes vetëvendosje në Prizren, familjar të dëshmorëve, ish komandantë dhe qytetar, bën homazhe në varrizat e dëshmorëve në Landovic. Me këtë rast, kryesuesi Krasniqi tha se sot këtu, bashkë me ekzekutivin dhe deputetin Kujtim Gashi, erdhëm të nderojmë këta që kanë bërë më së shumti për lirinë e Kosovës. Sot pra me gjithë stafin e komunës, kryetarin, deputetin, për nder të 28 vjetorit e epopejës së lavdishme të Këshillit Shqiptar të Kosovës, bën homazhe pranë dëshmorëve këtu në Landovic. Po këtë datë, këtë epokë të rëndësishme e përkujtojmë pra rënien heroike të komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithë familjes Jasharit dhe gjithë dëshmorëve të rënë për lirinë e Kosovës. Lavdi pra të rënë për lirinë e Kosovës dhe ata të cilët dhanë më së shumti pra jetën e tyre për shtetësinë e Kosovës. Isa Berisha, kryetari UVL-s së UÇK-s në Prizren, në emër të shoqatave të dalë nga lufta, me këtë rast tha se sot jemi këtu për të nderuar figurën legjendare të komandant Adem Jashari dhe familjes së legjendare Jashari. Andaj uroj që këtë datë rëndësishme t'u uroj të gjithëve e veçanërisht qytetarëve të Prizrenit. Sepse kjo epopej ka ndodhur në familjen Jashari, kjo epopej bëri kthesë të madhe në historinë më të tretë Kosovës, jo vetëm më tretë, por prej vitit 1902 shpallës së pavarësisë së Shqipërisë, kjo ka qenë një epokë e cila ka bërë kthesë të madhe. Kështu që ne me përulje më të madhe, përulemi para dëshmorëve, para të cilëve vart më të shtretën lirinë që ne sot e gëzojmë. Kështu që ne do të vazhdojmë edhe me aktivitete të tjera siç e kemi parakuar dhe siç kemi lajmëruar që do të vizitojmë edhe monumentet të cilët janë në qytetin e Prizrenit. Kështu që në emër të organizatës dhe shoqatave të dalë lufta, gjithë qytetarët të Republikës Kosovës dhe shtati Prizrenit ja uroj këtë festë të madhe të lavdisë të krenarisë të popullit shqiptar. Edhe një urime lavdisë gjithë dëshmorëve. Artan Abrashi, kryetari i qendrës së vetëvendosjes në Prizren, jemi këtu në homazhe dhe nga këtu nderojmë luftën dhe sakrificën për lirinë e popullit tonë. Andaj jemi këtu për të vlerësuar se sa e shtrenjtë është liria e Kosovës. Për bërë homazhe tek varrezat e dëshmorëve në Landovic, për nder të epopejës së luftës shqiptare të Kosovës. Për vjetë të kujtojmë këtë përvjetor të luftës për sakrificë, të luftës që është bërë për lirinë e popullit tonë, dhe sa mund është derdhur për të ardhur ne që t'i gëzojmë këtë ditë të mira këtu së bashku. Andaj e konsiderojmë që kemi përherë obligim që ta kujtojmë këtë vepër të sakrificës të gjeneratave të kaluara, për ta kujtuar se sa shtrejt ishte liria, sa shtrejt e paguajtëm çmimin për këto të mira që i gëzojmë sot. Andaj lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi martirëve të kombit dhe urime këtë ditë gjithëve. Nga ku vijuan me homazhe edhe në shtatorët e ronjëve kombëtar Ismail Kryeziu, Bashkim Suka, Tahir Sinani, Selajdin Berisha, Pal Baluca, Agim Shala, Gjevat Berisha, Ismet Jashari Kumanova dhe tek monumenti i lirisë pranë shtatorës së Remzi Ademajt, komandant Petritit. Liri, me ju në çdo iftar.